sot që të blesh një pronë në grop, që ta themi si informacion, edhe pse ti s'ke certifikatën, por bën një regjistrim para prag të pronës, ku vendoset si përmarrësi, vendoset dhe blerësi që po e merr këtë pronë. Nga ato të cilat ne kemi parë deri tani, pothuajse një pjesë e madhe e konsiderueshme nuk e din fare që kjo ekziston. Kështu që ka mungesë informacioni. Duke pasur këtë mungesë informacioni, do duhet që më vonë ose të paguaj më shumë, ose të përballem me disa situata që nuk janë fort këndshme. Kështu që prandaj këshillohet çdo person i cili do të blej, ti drejtohet një institucioni, nuk po them vetëm agjencive imobiliare, një institucioni që ka dieni dhe ka informacion të plot për sa i përket pasurive të paluajtshme. Çfarë dokumentash duhet kontrolloj blerësi përpara se ta blej ose përpara se të firmos për shtëpinë ose pronën biznesin? Tani ka një sër hapash që ndiqen. Së pari, nuk mjafton vetëm të shikosh pronën dhe të shikosh disa dokumenta. Ti mund të shikosh dokumentat, por këto dokumenta do duhet që të kenë një azhornim, pra rifreskim të momentit.